Po kemi rritje të vazhdueshme të numrit të sinjalizuesve, vetëm muajt e parë të këtij viti kemi mbi 15 raste që janë raportuar në agjenci dhe shumica dërmuese e tyre janë përfunduar, përderisa vitet paraprake ka ndodhur që gjithë vitin të jenë më pak se 15. Ka një numër në rritje të raportimeve, jo gjithmonë agjencia gjen diçka shumë të rëndësishme nga ato, por është tepër rëndësishme që po besojmë që zyrtarët publik kanë filluar të besojnë institucionit të sinjalizimit, edhe si të tillë po ndihmojnë neve në trajtimin e rasteve. Kemi tashmë një njësi më të madhe, kemi fuqizuar me numër me staf shtesë, kemi fuqizuar edhe me kushte teknike të punës dhe se tillë po besoj këto ka reflektuar edhe në rritjen e numrit të raportimeve. Përveç raportimit përmes kanaleve të rregullta më parë që ka qenë fillimisht përmes email apo telefonata e tjera, ne në fund vitit kaluar kemi zhvilluar edhe një aplikacion elektronik, web aplikacion për raportim, përveç saj kemi zhvilluar edhe një aplikacion mobil, i cili po ashtu është tashmë në përgjitha vend ku mund të downloadohet dhe pastaj sinjalizuesi mundet që në mënyrë direkte të raportojë te agjencia. Kjo ndoshta është një lehtësim për ta. Në anën tjetër, zyrtarët e agjencisë kanë autorizime nga drejtori i agjencisë që në secilën pjesë të Kosovës, kudo që sinjalizuesi ka dëshirë që të takohet me zyrtarët e agjencisë, të thret ata shkojnë dhe pastaj takohen edhe marrin secili informat që mund të ketë modifikuar në ndonjë formë shkeljes ku përfshihet interesi publik. Unë po besoj që rritja e rasteve tregon një besim në agjenci. Ndërsa kjo nuk besoj si mund të interpretohet ndryshe. Nuk ka ulje, ka rritje të rasteve. Tashmë kjo nuk do të thotë ndoshta që janë rritur shkeljet, po ka rritje të guximit të këtyre zyrtarëve për të raportuar çfarë lloj shkeljes që mund ta identifikojnë. Po tashmë ne kemi mënyra të ndryshme të trajtimit të rasteve. Nëse ne identifikojmë ndonjë shkelje e cila mund të përmirësohet përmes ndonjë vendimi, ne kërkojmë nga institucioni që ta revokojë vendimin i cili është nxjerrë në mënyrë të kundërligjore. Në qoftë se ka vepër penale potencialisht, ne i përcjellim këto raste qoftë në polici apo në prokurori. Në qoftë se ato raste bien në fushëntarinë për shembull të ndonjë institucioni tjetër, sepse kemi pasur sinjalizime që janë dërguar qoftë në doganën e Kosovës, qoftë në ATK, dhe thotë edhe te këto raste ne kemi përcjellë institucioni i cili është përgjegjës për t'i trajtuar, e pastaj ata na kanë raportuar prapë se si e kanë trajtuar rastin dhe cili ka qenë rezultati i tij, apo edhe si të tillë, po besoj ne kemi kontribuar në rritje të besimit sepse kemi informuar raportuesin çdo herë. Raportuesi ka qenë informuar se cili është rezultati i atij raportimi dhe po besoj kjo transparencë dhe kjo hapje e agjencisë është një formë, është një kontribut që kemi numër pak më të madh të rasteve.